Policia e shtetit ka bërë një sër ndryshimesh në kupolën drejtuese në disa qarqe të vendit me vendime të firmosura nga drejtori përgjithshëm Skënder Hita. Sipas këtyre ndryshimeve janë emëruar dhe komanduar drejtues të rinj në struktura të ndryshme vendore dhe qendrore të policisë, duke përfshirë drejtoritë vendore, komisariatet dhe sektorët e hetimit të rendit. Ndryshime janë bërë kryesisht në të gjithë vendin, përfshi këtu edhe jugun, ku Dritan Muça është emëruar zëvendës drejtori i policisë së qarkut të Vlorës. Muça do të hetojë sektorin e krimeve në policinë e Vlorës, ndërsa vjen në qytetin bregdetar pas disa eksperiencave të mëparshme në radhët e policisë së shtetit. Ky riorganizim vjen si një pjesë e ndryshimeve të brendshme në struktura drejtuese të policisë së shtetit, me qëllim forcimin e menaxhimit dhe koordinimit në nivel vendor dhe qendror. Vetëm ditën e mërkurë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, firmosi rreth 40 ndryshime në polici.